Demokratët i kanë ndezur motorët e fushatës elektorale dhe puna në terren e kandidatëve paralelisht të shtrirë edhe në shtabet elektorale. Kandidati Bars Pahia, krahambështetësve të tij dhe grupit të punës, inauguroi shtabin elektoral që do ta ketë bashkëkollëtar të këtij muaji fushate deri në kurorëzimin e fitores së 11 majit. Ai shpreh bindjen se përtej makinerisë shtetërore që opozita ka përballë, shqiptarët do zgjedhin koalicionin e Aleancës për Shqipërinë madhështore. Kemi përballë sigurisht një makineri shtetërore, të cilës nuk i mungojnë resurset financiare dhe logjistike, por që nuk kanë kur shpirtin, energjin dhe zemrën dhe ma kryesorja dëshirën për të fituar si që kemi ne. Jena në anën e duhur, jena në anën e të mirës, po i bëjmë një shërbim jashtëzakonisht të madh Shkodrës dhe vendit ton nëpërmjet luftës pa kompromis në një qeveri e krejtësisht pa përgjeshme, e cila ka përsekutuar prej 12 vitesh Shkodrën, shkodrant dhe marrë shqiptarët. Pahia vuri theksin tek ndarja e madhe që kanë mazhoranca me opozitën, pasi ne vime program ndërsa kundërshtari me tallava, shtoi ai. Përveç tallavas dhe atyre shfaqjeve bajate tashma, nuk kanë absolutisht as edhe një gjë për t'i ofruar bashkëqytetarëve tanë. Ndërkohë që ne vim tek ata me një program vizionar i cili përfshin vëmendjen ndaj fushave të ndryshme që interesojnë qytetarëve, që interesojnë shoqërisë shqiptare, është shumë e rëndësishme, është jetike për ne, puna e juaj, puna e strukturave, puna e demokratëve me qytetarët. Jo vetëm me ato të pavendosurit, por edhe me vetë socialistët të cilët tani ma janë thellësisht të zhgënjym dhe shohin edhe ato shumica e tyre si alternativë të vetë me programin tonë. Zgjedhja e Pahis në listë të hapur është cilësuar nga antari i kryesisë Qashif Hoxha si strategji, duke e krahasuar atë me futbollistin Cristiano Ronaldo, si njeriu gol në politik. Ky është i vetmi që mundet në këtë finale që nuk përfundon nëse na bëjmë 4 gola. Kja finale përfundon nëse na bëjmë 6 gola. Minimumi 6 gola, me mujt me shku edhe në 7. Edhe ne na del detyra që këtë me furnizu me vota, me jamush kamen, e këtë me ba gola sa ma shumë, edhe me pasat numrin e madh golave që edhe i shtohen Partisë Demokratike për me marrë rezultatin, po i shtohen edhe ti personalisht që me kanë si i 5 në listën e Partisë Demokratike si fitues. Në mbyllje duke i falendëruar të gjithë për angazhimin, kandidati Bars Pahia shpreu bindjen se Partia Demokratike shkon drejt 11 majit si një familje, drejt fitores bashkë me ata që e bën Shkodrën madhështore, njerëzit e lirë që nuk dorëzohen kurrë.